Por ne vim tek Perëndia mund të le ta ilustrojmë në këtë lloj mënyre. Perëndia mund të jetë mekaniku ynë, elektricisti ynë, hidrauliku ynë, mjeku ynë, çdo lloj profesioni të mundshëm, por kur ja themi Zotit këtë gjë, ne të lejojmë Zotin që të veprojë vetë. Ne nuk duhet të themi, unë këtë nuk di ta bëj, ose kjo gjë nuk arrihet, nuk bëhet, po për çfarë shkon dhe i lutesh Zotit pastaj? Po me që s'po di çfarë të bësh, të hajt po e fusim dhe i lutje se nuk i di. Pra, ne duhet të jemi në këtë lloj mënyre dhe të qëndrojmë në këtë lloj mënyre përpara Zotit. Të parashtrojmë Zotit me gjithë zemër të përulur. Dhe Zoti vendos, edhe duhet i besojmë edhe vendimin që Zoti merr për ne. Pra të hesësh me Perëndin do të thotë i flet atij për gjërat e vogla dhe jo vetëm për problemet e mëdha. E kërkon edhe kur je i lumtur, Perëndin, dhe jo vetëm kur je në hall. Dëgjon çfarë thot, edhe kur nuk të pëlqen. E do më shumë se çdo gjë tjetër. Krishterimi nuk është një orë në javë. Ne këtë e dim. Është një jetë, është çdo ditë, është çdo orë, çdo vendim, një jetë e thjeshtë me Zotin është më e fortë se çdo dije teorike. Pra, tani duhet që secili prej nesh të ndalojë për një moment dhe të pyes veten: ku jam sot me Zotin? Ku isha unë këtë vit? Pra, jo ku duhet të jem, po ku jam? Çfarë më ka afruar më shumë tek ai këtë vit? Çfarë më ka bërë që të jem më afër Perëndisë këtë vit?